Përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tiron Alili në kanalin Monitor TV për t'i sjellur të gjitha lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth ngjarjes që na tronditi të gjithë ditën e sotme, humbja e jetës së vllaut të Gjestit. Pikërisht shfaqet një video ku Gjesti duket tepër i thyer, tepër i lënduar, tepër i traumatizuar. Për të ruajtur etikën e familjes Kelmendi, njëkohësisht për të ruajtur edhe etikën e Gjestit, ne nuk do ta publikojmë videon të cilën e posedojmë dhe do kisha bërë një apel për të gjitha mediat, portalet në fjalë që të jenë pak më të kujdesshëm rreth këtij rasti se çfarë publikojnë, se nuk është e drejtë dhe nuk është normale që prindërit të shikojnë ato ngjarje dhe të shikojnë ato momente. Gjesti është pranë spitalit ku pritet të merret edhe kufoma e vëllaut të Gjestit, ku Gjesti duket tepër i tensionuar, duket tepër i mërzitur dhe janë 2-3 persona të afërt të familjes së tij të cilët janë duke mbajtur sepse thjesht shtrihet në rrugë vërtet dhe nuk e pranon dot faktin se çfarë ka ndodhur. Por korespondentja e Top Channel në Kosovë, Leonita Bajrami, bën me dije se 2 persona kanë qenë me motociklet teksa dyshohet se kanë humbur kontrollin e motomjetit dhe janë përplasur me një makinë. Top Channel disponon pamje nga vendi i ngjarjes, por për arsye etike nuk do të bëhen publike. Gjithashtu pamjet i disponojmë edhe ne. Kjo sipas informacioneve të para, teksa hetuesit janë akoma në vendin e ngjarjes dhe po vazhdojnë punën e tyre. Vdekja e njërit prej të aksidentuarve që është vëllai i Gjestit është konfirmuar në vendin e ngjarjes, ndërsa personi i dytë që ishte me motomjetin me të që është duke marrë trajtimin në emergjencën e spitalit rajonal të Pejës, ku sipas mjekëve gjendja e tij është e rëndë, është raportuar që është një person i ndaluar për aksidentin, por sipas policisë një gjë e tillë nuk është e vërtetë deri në këtë moment, pasi duhet të pritet për identifikimin e shkaktarëve të aksidentit. Në fakt, rreth kësaj ngjarje po dalin edhe shumë lajme të reme. Fatkeqësisht u raportua në për portalet shqiptare që është ndaluar një person për aksidentin në fjalë, do me thënë është bërë me një makinë të tipit Volkswagen dhe motociklet me 4 rrota, është motori të cilin e voziste Gjesti në Pavlan kur shkoi për herë të parë pasi që përfundoi Big Brotherin në shtëpinë e tij, dhe me këtë motorin është argëtuar dhe është kënaqur së bashku me vllaun e tij, nëse e mbani mend, në fushat e bukura të Pavlanit. Gjesti është tepër i rënduar, familja me patjetër që është tepër e rënduar, nuk ka asnjë lloj informacioni momentalisht nga familja Kelmendi. Nëna e Eldionit dhe babai zotëri Jetoni janë në gjendje shumë të rëndë, por mbi të gjitha unë shpreh ngushëllime të sinqerta sinqerisht. Ka patur reagime të shumta nga artistët shqiptar, ka reaguar Ledion Liço, Rozana Radi, Redon Berani, ka reaguar dhe 316 Music që është në këtë rast menaxheri, kompania që menaxhon Gjestin. Kemi reagime të ndryshme nga Arioni dhe të gjithë nga Gili, artistja e madhe shqiptare. Kemi reagime të ndryshme nga banorët të cilat kanë qenë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit. Njëkohësisht ka reagime dhe nga moderator, personazhe të njohur të estradës dhe skenës shqiptare. Ledion Liço ndan dhimbjen e tij të madhe, duke shkruar në mënyrën më të dhimbshme: i trishtuar nga ky lajm i kopshëm për një familje të bukur që pak muaj më parë gëzonte. Bëhuni të fortë, atë do ta donte edhe ëngjulli juaj. Realisht vllau i Gjestit është një ëngjëll në këtë moshë që ndroi jetë. Gjithsesi, Gjesti është në pikën e tij më të rëndë ku ai kërkon prej nesh tashmë shpirtërisht që ne t'i qëndrojmë pranë, dhe do kisha bërë apel që të mos nxiren video, fotografi të cilët rëndojnë edhe më keq gjendjen e familjes Kelmendi. Momentalisht nuk ka asnjë lloj deklarate dhe detaj nga policia e Pejës për të dhënë se çfarë konkretisht ka ndodhur në këtë aksident. Nuk ka një person të arrestuar për
siç u quaj, do me thënë të daluar në polici për aksidentin në fjalë, thjesht është konfirmuar viktima e parë, ku më pas që viktima, më falni, që është vllau i Gjestit Eldioni dhe me zemër lutemi që të shpëton shoku i tij, ku sipas informacioneve paraprake, aksidenti ndodhi rreth orës 14, ku një veturë është përplasur me një motor 4 rrotësh. Nga përplasja humbi jetën Kelmendi, vllau i Gjestit, ku në vendin e ngjarjes, ndërsa një tjetër me inicialet KPG është dërguar në spitalin e Pejës në urgjencë. Unë uroj që djali me inicialet KPG të shërohet sa më shpejt, të merr veten dhe të paktën mos mbaron kjo ngjarje me tjetër fatalitet. Deri më tani janë këto ngjarjet apo janë këto detajet më të fundit të kësaj ngjarje, duke u munduar që të ruajmë sa më shumë etikën e familjes Kelmendi.